Paneli gjyqësor i dhomave të specializuara në Kosovë në Hag e ka shtyr edhe për të paktën 2 muaj shpalljen e gjykimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në gjyqin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, ish presidentit, Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqit, ish kryeparlamentar, dhe Recep Selimit, ish deputet, përfundoi në shkurt dhe gjykimi pritej këtë muaj. Megjithatë, zëdhënësja e gjykatës speciale Angela Grejp është deklaruar për radion Europa e Lirë të mërkurën se paneli gjyqësor vendosi ta shtyjë shpalljen e gjykimit deri në 20 korrik për shkak të kompleksitetit të rastit. Ajo shpjegoi gjithashtu se 20 korriku nuk kupton se në atë kohë do të shpallet gjykimi dhe paralajmëroi se mund të ketë edhe shtyrje të tjera. Kjo datë nuk është data e shpalljes së gjykimit, por vetëm data e afatit të zgjatur. Paneli shtoi se nëse një zgjatje e mëtejshme do të jetë absolutisht e nevojshme, do të nxjerrë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, tha Grip për radion. Që të katërt i kanë mohuar vazhdimisht akuzat dhe u deklaruan përsëri të pafajshëm në deklaratat për mbyllje në shkurt. Isheprorët e UÇK-s kërkojnë shfaqësim në mbyllje të gjyqit në speciale. Prokurorët ndërkohë kanë kërkuar që ata të shpallen fajtor dhe të dënohen me nga 45 vite burgim secili, ndërsa ekipet mbrojtëse kanë kërkuar lirimin e tyre duke argumentuar se nuk ka prova për krimet e pretenduara.